Pas humbjes tronditëse ndaj Shqipërisë në Leskovac, kombëtarja e Serbisë ka pësuar një goditje të rëndë në rrugën drejt kualifikimit për Kupën e Botës, disfata nga kuqezimit jo vetëm që ulin ndjeshëm shpresat për një vend në botror, por solli edhe dorëheqjen e trajnerit Dragan Stojković. Përballja radhës së Serbisë do të jetë kundër Andorrës, ku për shkak të situatës aktuale priten ndryshime të shumta në formacion. Skuadra do të drejtohet përkohësisht nga Zoran Bata Mirković, ndërsa 5 lojtar kyç nuk do të jenë të gatshëm për këtë ndeshje. Nikola Milenković, Andrija Zhivković, Predrag Rajković, Luka Jović dhe Dragan Roshić janë jashtë listës për shkak të lodhjes dhe dëmtimeve. Në vend të tyre janë ftuar Luka Lijeskić nga Radnički, Vuk Drašković nga Crvena Zvezda dhe Mihajlo Cvetković nga Anderlekti. Serbia pritet të paraqitet me një formacion të dobësuar ndaj Andorrës, ndërkohë që atmosfera në kampin serb mbetet e rënduar pas rezultateve të fundit dhe pasigurisë për të ardhmen.